Kreu i RDK-s Vesel Mehmeti ka akuzuar ish-kryetarin e kësaj partie Rufi Osmani se ka iniciuar shkarkimin e tij me qëllim të prishjes në të njëjtën kohë dhe të koalicionit Aleanca për Shqiptarët. Mehmeti thotë se në krye të partisë ka ardhur në mënyrë legjitime e jo me nënshkrim klandestin. Kreu i RDK-s këmbgul se nisma për shkarkimin e tij ka për qëllim prishjen e koalicionit me Lëvizjen për Reforma PDSH dhe koalicionimin e ri me Lëvizjen Besa. Iniciator të këtij peticioni, edhe ish kryetarit Rufi Osmani, i cili e hudh gurin dhe e fsheh dorën, nuk jam i gatshëm që për shkak të urrejtjes patologjike të Lëvizjes Besa të ofroj dorëheqje, sepse nuk më ka zgjedh antarësia e Lëvizjes Besa, por antarësisë së gjerë të RDK-s dhe vetëm para kësaj antarësie ndjej përgjegjësi. Nuk kam dilemë se tendenca e kësaj iniciative nga 3-4 antarë të kryesisë qendrore është të prishin koalicionin paraprak në mes RDK-s dhe LR-PDSH-s dhe të ndalin hovin e fuqizimit të Aleancës për Shqiptarët dhe më pas të bëjnë koalicion me Lëvizjen Besa, që partneri tjetër i koalicionit të ngelet i vetëm. Ky qëllim nuk do të arrihet kurrë në emrin të kryetarit aktual të partisë, ndërsa të njëjtën mund të realizohen vetëm pas shkarkimit të kryetarit aktual të partisë. Sipas Mehmetit, derisa ai të jetë në krye të RDK-s, nuk do të ketë koalicionim me Lëvizjen Besa. Nuk kam dilemë se presioni është i jashtëzakonshëm nga ish kryetari i RDK-s Rufi Osmani. Unë mund të flas sa jam kryetar aktual i partisë dhe mbaj përgjegjësi dhe llogari vetëm për këtë situatë, ndërsa çfarë do të ndodhe pas shkarkimit tim, nuk e kam përgjegjësi që të maj se çfarë do të ndodhe më pas. I kontaktuar nga Alsat, ish kreu i RDK-s Rufi Osmani ka thënë se Vesel Mehmeti ka probleme me kryesinë e ngushtë të partisë dhe jo me të. Nisma për shkarkimin e kreut aktual të RDK-s Vesel Mehmeti është bërë nga 4 antarë të kryesisë së partisë.